e dashur, ku I kom pas babë ba gjysh e katra gjysh, si kanë lindë. Faleminderit shumë për këtë titull. Do ta lexojmë edhe motivacionin e shpalljes qytetare nderi të Bashkisë Puk për zotin John Berisha. Këshilli Bashkiak Puk nderon zotin John Berisha me titullin qytetar nderi Puk për kontributin e shuar humanitar dhe kombëtar në mbështetje të çështjes shqiptare për ndihmën e vazhdueshme ndaj familjeve në nevojë, arsimit, kulturës dhe institucioneve shoqërore në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe për rolin e tij aktiv në mbështetjen e zhvillimeve demokratike dhe përpjekjeve për liri dhe pavarësi të Kosovës, duke dëshmuar gjithmonë vlerat dhe solidaritetin, atë dhe dashurinë dhe fisnikrinë e traditës pukiane. Shtojmë në skenë kryetarin e Këshillit Bashkiak, John Gjokaj, gjithashtu edhe protagonistin e ditës së sotme, zotin John Berisha, për ceremoninë e ndarjes së çmimit dhe titullit të madh qytetar nderi I Bashkisë së Pukës, vendim që do t'ia dorëzoj pikërisht John Gjokaj. Puka ime e dashur, ku I kom pas babë ba gjysh e katra gjysh, si kanë lindë. Faleminderit shumë për këtë titull. Jam shumë mirënjohës si e kam marrë këtë titull për emrin mas parit të atyne atër për gjanat e mia që kanë ardhur për mrapa. Unë mas parja u kom pas atyne me bërgjë, por edhe Puksja kam pas me bërgjë. Ju falenderoj gjithë vetë si një pjesëmarrës tu, Bashkisë Puks, ju rujti madhi Zot. Unë ata që më njohin e din që nuk foli shumë, por ma tepër kam punu se kam foli. Gjithë sala në këmbë për nderim të zotit John Berisha, për burje, falënderim, mirënjohje e përjetshme për gjithë shka që keni bërë për ne dhe shqiptarinë. Faleminderit John Berisha. Kjo është privileg shumë I mirë për mua, sepse babë e babë gjysh e katra gjysh I kemi prej këtuit
Unë jam shumë i nderuar prej Pukës, edhe gjithmonë Puka e rujti madhi Zot këtë qytet mirë sepse e kam vendinin e të parëve të mi. Meritua kam pas, edhe tash, por nuk është të thonë edhe në herë si kur e meriton si ta japin vlerën, por këta e kanë dhënë domon atë çka e kam merituar vet, por edhe ato vlerat ka herë mund me humb. Këto gjona kanë qenë shumë të shpejta sepse i kam pas organizator të mirë, edhe për ata domethënë kam pas ma pak punë. Gjithçka. Gjitha njeri që e ka pas atë dëshirë, unë tham fjala ime ashtu. Gjithë ai që nuk gëzohet ma tepër që jep se ai si merr, ajo nuk është nder. Unë qatë filozofi e kam, ma tepër gëzohem unë kur jap se ata që morën.